Lidhja për Drejtësi e Progres promovoi degën e saj në rrethin e Vlorës. Në këtë eveniment, kryetari i LDP-s Elmas Sherifi prezantoi kryetarin e bordit drejtues të LDP-s për rrethin e Vlorës Arben Paco, nënkryetare Ornela Ymeraj dhe kryetarin e bordit të degës së bashkisë Orikum zotin Bardosh Jeminaj. Lidhja për Drejtësi e Progres është forca e vetme, do të thosha, politike, që evokon historinë e lavdishme të institucioneve politike të shtetit shqiptar. Ajo e ka emrin lidhje se evokon lidhjen e Prizrenit kur burrat e mëdhenj të kombit ton në trysninë e jashtëzakonshme të perandorisë u mblodhën në Prizren për të themeluar lidhjen e shqiptarëve. Kryetari i LDP-s Sherifi theksoi rëndësinë e organizimit elektoral të LDP-s në të gjitha komunat dhe fshatrat e tyre, si dhe lagjet e qyteteve të bashkive Vlorë, Selenicë, Orikum e Heimar. Në mënyrë periodike të realizohen, që kanë të bëjnë me disa afate kohore për të organizuar partinë brenda 15 tetorit në gjitha fshatrat dhe lagjet e qytetit. Me qëllim që ne të ngrem shumë shpejt në degët. Dhe me këtë rast unë dua përfshirja në struktura drejtuese të LDP-s i kapaciteteve intelektuale me vlera të larta morale e profesionale, por të pavlerësuara deri më tani, do të jetë një nga prioritetet në punën për organizimin e LDP-s brenda muajit dhjetor në të gjithë Shqipërinë, me synim për të organizuar kuvendin kombëtar në muajin janar 2013 në Lushnjë.